Dashur shikues të Alt Storyt, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë edicion të ri. Platoni thotë se nëse ju nuk merreni me politikën, politika do të merret me ju. Disa zgjedhin që të merren me politikë për pasion, disa e zgjedhin si profesion, disa si kompromise të caktuara në rrugtimin e tyre profesional, e disa politikën zgjedhin ta bëjnë mbi të gjitha me idealizëm, duke besuar dhe duke i qëndruar asaj që besojnë. Jam e sigurt që rrugtimi në këtë Alt Story do të jetë një rrëfim interesant i një njeriu që politikën mbi të gjitha ka zgjedhur ta bëjë me ndershmëri dhe idealizëm. I ftuar në këtë Alt Story është politikani Ziadin Sela. Faleminderit shumë që pranuat ftesën tonë. Faleminderit për mundësinë. Rrugtimi juaj është interesant. Nis nga mjekësia, vazhdon me politikën lokale dhe pastaj dilet në mejdanin e madh ku bëhen politikat e mëdha në një shtet ku të bërit politike ka jo pak të, le të themi, të koklavitur. Cili ishte momenti dhe arsyeja që ju bëri të hiqnit mantillin e bardhë për të vesh një mantill ku do të kishit betejat të rëndësishme dhe të vështira të politikës? Unë nuk është që kam qenë jashtë zhvillimeve politike dhe kur kam pas mantellin e bardhë. Ka të bëj pikërisht me atë shprehjen që cituat nga Platoni. Kështu kam menduar. Kujtohet në periudhën kur nisa që në mënyrë më aktive të merrem me politikë. Tema i mes njerëzish, kolegësh, miqësh, shokësh, ishte që do duhet intelektualet kyçen sa më tepër në politikë. Dhe kur arrinë këtë konstatim, intelektualet dhe njerëzit që mund të japin kontribut politikës nuk janë rreth e rrotull, po nis prej konstatimit që bën dhe pastaj zgjerohet rreth e rrotull. Kështu që në këtë drejtim drejtohet duhet të pyesish vetë. Ndryshe, kjo nuk do të thoshte që unë të duhesh të heq mantellin e bardhë dhe të merrem me politikë, nuk ka qenë kurrë ky qëllimi. Mirë, por në një farë forme politika të pushton. Dhe pa marrë parasysh cilët ti ke planet, të nxjerr në një pozicion që pastaj mbrapa të nisish të ndash dhe të zgjedhish ndërmjet mantellit të bardhë dhe politikës. Natyrisht që ka pas edhe momente tjera, apo unë jam pjesa e asaj gjenerate e cila me vështirësi ka arrit gjërat. Shembull, nuk kam pas privilegjin që shkollimin e mesëm ta bëj vendimje. Dhe sot e kësaj dite, kur kaloj te shkolla e mesme e Strugës, duket diçka e huaj. Sepse nuk i kam jetuar ato momentet e një moshe të tillë në Strugë. Unë kam jetuar në Prishtinë. Për shkak se ishte periudha kur në ish Jugosllavi eksperimentoi me arsimimin në gjuhë shqipe dhe në Strugë kishe mundësi që të mësosh në gjuhë anëtare vetëm 2 vitet e para, pastaj kalohesh në paralele të përzierë. Përveç këtij elementi, se nuk është që kam pas ndonjëherë problem me gjuhën, por kam pas problem me faktin se pse të t'imponohet një gjuhë huaj në edukim dhe në arsim. Kur me Kartën Universale për drejtat e njeriut garantohet kjo drejt, por aso kohë ishte një sistem tjetër. Po kishte bëj edhe me aspekte familjare. Unë kam pas profesor në atë shkollë, Daja, i cili pastaj u diferencua politikisht dhe unë isha nip i tij. Po flasim për fund vitet 80? Atë periudhë. Sepse diferencimet më të mëdha në atë kohë. Në 87-ën kam qenë në vit të parë në gjimnaz. Mos shkoj ke breza tjerë, nga familja e babait e gjithë, më direkte ishte kjo. I diferencuar politikisht një ndër profesorët më të mirë që kishte në gjimnazi, i Strugës, kimist, i cili pastaj nuk u dorëzua kurrë. Edhe pse u diferencua, pastaj u kthy në djerth. A mund të themi që Daja ishte
personazhi që ndoshta mbasi e pyetët veten, e keni pyetur dhe atë që si ju duket ky mendimi i ndryshimit për të hyrë në politikë? A është ai një personazh me ndikim? Daja ka qenë personazh me ndikim në gjithë jetës time. Po bëhet fjalë ai nuk jeton, nuk është në mesin tonë. Edhe kur kam hyrë në politikë, ai ishte vetëm i ndjerë. Rrugtimi i tij politik ka vazhduar deri në vitin 2000, është marrë në formë aktive, ndërsa kur ka ndryer jetë ka qenë deputet. Në një parlament bëhet fjalë për Aliriz Zallogën, po, një figurë e njohur, jo vetëm në Struk, po anë mban në Maqedoni, por edhe në Kosovë ka qenë veprimtar, po i cili nuk u dorëzua për vetë faktin që u diferencu, njëri edukuar, intelektual, ai u kthye dhe bujqësisë. Nuk i lëshoi tokën. Jetonte dhe punonte si bujk i devotshëm, deri vitin 90 kur Jugosllavia u shpërba, dhe pastaj u rikthy profesionit edhe një herë dhe pastaj vazhdoi edhe rrugtimin politik. Kështu që fjalën e kisha që nuk e kam pas të lehtë bëj pjesë ka gjenerat njerëzish të cilët i kam pas me vështirësi edhe shkollimin edhe gjithçka. Kam qenë i detyruar nga mosha 14 vjeçare që dal për shtëpi. Në një moshë kur ëndrat i sheh kur je larg shtëpisë me prindrit në ambientet e shtëpisë, sepse kjo është dëshira e vetme që ka një fëmijë në një moshë të tillë, apo. Por natyrisht që kjo gjë edhe më ka kalit. Ishte periudha 87-91, kur kishte goxha zhvillime në Kosovë, greva e minatorëve, suspendimi i autonomisë nga ana e Slobodan Miloševićit, protestat, gjithë këto kanë qenë pjesëmarrës edhe aktive asaj periudhe në një moshë shumë të njohur, që në një farë forme edhe të formson si individ e gjithë kjo. Kuptohet, pas asaj periudhe, pastaj mbasi kam përfunduar shkollën e mesme, duhet të vazhdoj shkollimin e lartë. Pushteti i dhunshëm serb mbylli universitetin. Ishte kjo periudha kur u mbyllën fakultetet dhe akoma nuk ishte nis procesi mësimor në shtëpi. Apo. Në këtë moment u hap një mundësi, u pata regjistruar atëherë në fakultet, më kujtohet inxhinieri mekanike, konstruksione makinash në Prishtinë, sepse mjekësia u mbyll një vit më herët se sa drejtimet tjera. Dhe atëherë në vitin 90 u hap mundësia e Tiranës. Në 92, në këtë periudhë kur akoma nuk zhvillohej proces edukativ mësimor në Kosovë, atëherë u pata regjistruar në Tiranë në degën e mjekësisë. Që ishte një farforme edhe një tip amaneti me cilin unë rrita nga prindrit, që djali do bëhet mjek. Dhe pastaj kam vazhduar periudhën e studimeve, kam qenë në Tiranë deri vitin 98. Si ishte përballja me Tiranën në asaj kohe të një djali të ri që e kishte provuar dhe eksperiencën e Prishtinës, pastaj shkonte në Tiranën që realiteti tregoi se ishte goxha larg ëndrave dhe formës se si e kishin fantazuar shqiptarët që kishin jetuar në ish Jugosllavi. Si ishte kjo përballje e parë? Ishte diku e ngjashme me idealizmin apo zhgënjimi? Jo, ishte larg asaj se si ne e kishim imagjinuar, apo. Po përsëri kur kthehemi sot, se gjërat që i duam imagjinojmë si kemi qef ne, në versionin më të mirë të mundshme. Edhe kur i sheh, ti nuk i sheh si janë. Prap i sheh me dashuri, edhe kur shkënjesh. Me dashurinë dhe me imagjinatën që ke pas ndër vite. Apo. Struga ka pas, po them, privilegjin që për ndryshim nga shumë qytete tjera edhe në Maqedoni, por edhe në Kosovë, në forma ndryshme me ato antenat toksore të kapim sinjalin e televizios. Apo, ju që ne mbani mend Shqipërinë e televizionit. Mirë, propagandën e kemi pas të fortë. Propagandën e kemi pas në nivel. Në sistemet komuniste, propagandën e kanë investim të madh.
Dhe përsëri kur shifshim realitetin, nuk e shifshim realitetin, por shifshim imagjinaren që e kishim dërluar ndër vite. Si u priti Tirana? Më kujtohet në momentet e para, kur kam hyrë dhe kur kam bërë atë udhëtimin, me ato rrugë që ishin, apo vlerësimet ishin të tipit shih sa malet bukura. Malet janë male, dhe s'ka dorë njeriu, apo jo. Për t'i gjetur dhe në atë realitet diçka të bukur asaj gjë zhgënjyse. Shiko se si janë malet, në male është vëndu dorë dhe janë punuar, flas për ullinte, etj. Ndërkohë që dyqanet ishin bosh. Dhe mos kthehemi, se si një Tiranë si ishte Tirana. Tirana ishte bosh. Dhe disa taksit kuqe të dajti, të vetmet makina që qarkullonin në Tiranë, po që realisht do shto vjen edhe nga nostalgjia. Për një kohë që s'kthehet më, ishin lira gjithë rrugët për të shëtitur mes rrugës pa pas ndjenjen e rrezikut që po të shtyp në një makinë. Apo jo. Si na priti Tirana? Shqiptarët jetonin momentet e vështira të tranzicionit që po ndodhte atje. Sepse kujtojmë që edhe shqiptarët e Shqipërisë atje, informacionet për shqiptarët e ish Jugosllavisë i kishin totalisht Këta e vrejtën dhe kjo ishte tepër zhgënjyse për ne. Jo, po vazhdoj t'ju zhgënjej se edhe kur kam ardhur në Tetov kanë qenë njëjtë, me pak avancime. Sepse në momentin kur u përballëm me kolegët e grupit në fakultet, ato shifshin një habi të çuditshme, nuk e dinin që ne ekzistojmë. Habit ishin me idenë se a ka shqiptarë jashtë Shqipërisë, apo në ndërkohë që më tepër se gjysma e Shqipërisë është jashtë Shqipërisë. Praktikisht. Dhe ishte shumë zhgënjyse për ne që të gjithë shpresat për një dorë e cila do të kujdese për ne. I kishit mbajtur te kjo Shqipëria që se dinte që ekzistoni. Kjo Shqipëri nuk e dinte që ne ekzistojmë. Kjo ishte tepër zhgënjyse, natyrisht që sistemi Jugoslav kishte pasur kujdes që të thelloj, po në të njëjtën frymë të propagandës, që gjatë viteve të komunizmit e zhvilloi duke krijuar dy lloj shqiptarësh. Albanci, po shqiptarët e Shqipërisë. Ka nisë që te Naçertania kjo filozofi. Po shqiptarët që ishin jashtë Shqipërisë, apo jo. Dhe sot e kësaj dite, gjurmë të kësaj ideje dhe mundësie të mbrapsh tek slavët është aktuale. Dhe në termet e reja shqiptar dhe kosovar. Ndoshta shpesh hapet debati, sepse ka plot eksponent, edhe Maqedon, edhe Serb, edhe politikanë sidomos, por edhe zhargonin e tyre të përditshëm, kur përdorin termin për ne shqiptari. Unë mendoj që përgjigja është këtu. Ne irritohemi për shkak të ndasisë që duan na krijojnë me atë term, se shpesh hidhet teza, po pse ka shumë irrituese duhet të jetë që ju themi shqiptari, kur vetë ne i themi vetës shqiptar. Është këndasia që ka për qëllim që të na bëjnë më të largët me njëri tjetrin, na krijojë dy identitete kombëtare, që realisht është i njëjti identitet kombëtar. Dhe kjo ishte ai zhgënjimi i parë që e vërejtëm në momentin që u përballëm. Po një gjë shumë të mirë çfarë ju mësoi Shqipëria? Shumë gjatë kohë kishim ndruar, jo vetëm për shqiptar. Më kujtohet në të rrugtimet që i bënim, tani po kthehem kohë, duke udhëtuar për Prishtinë me autobuse, herë me ndonjë makinë private. Ne kur shifshim ndonjë maune me numrat e Tiranës, me targat e Shqipërisë, na duket sikur kemi parë Shqipërinë. Apo. Kështu që nga gjithë kjo ndjesi, kur u përballëm me këtë realitet, natyrisht që për ne ishte zhgënjyese, por edhe e kuptueshme. E kishte një studim kapacitetin për ta kuptuar, për të qenë e kuptueshme kjo gjëja? Po, sepse paktën unë bazohem nga vetja, sepse unë kur kam shkuar në Tiranë, kisha ardhur demokracia. E një ndër detyrat kryesore që kishte qeveria e para se kohë ishte të çrrënjos komunizmin, apo dhe të luftoj
edhe brenda për brenda individit të shtrojnjosët komunizmi. Dhe për rezultat, të shpeshta ishin ekspozita dhe në muzeun kombëtar për vuajtjet që popullata shqiptare i ka pas gjatë periudhës së Enver Hoxhës, gjatë diktaturës. Dhe unë e kisha parë gjithë këto dhe vazhdoja t'i shifja. Nuk miqet nga mendja, kishte një ekspozit të figurave intelektuale që janë eliminuar nga i sistem komunist. Dhe nuk mund të harroj, nuk mbaj mend emrat, mbaj mend fotografit, por mbaj mend një gjë që se harroj dot kurrë. Përgatitje profesionale, të gjithë, juristë, avokatësh, mjek, shkencëtarë, të shkolluar të gjithë në Perëndim. Të gjithë të shkolluar në Rom, Paris, Londër, të gjithë në qendrat europiane. Ky është një ndër krimet më të mëdha që mund t'i bëjë një individ. Kjo është të vrasë si shtrurin, apo. Kjo që për hir të së vërtetës, edhe këtu nuk ndodhi. Burgosej, por nuk eliminohej fizikisht. Apo. Kështu që në këtë drejtim, për mua nisi të jetë e kuptueshme sepse ne ishim të panjohur, sepse nuk ishin lejuar as që të mendohet. Zoti Cela, do të ndalim vetëm një moment këtu. Ju po i shikonit këtë ekspozita dhe këtë lloj ekspozimi të kaluarës së Shqipërisë dhe po arrinit t'i kuptoni shqiptarët e Shqipërisë pse kishin këtë qasje. Parë edhe në distancë kohore, edhe si një njeri që në një kohë të caktuar keni pas edhe mundësi të bëni. Mendoni se ju keni bërë mjaftueshëm që edhe ju të tregoni të kaluarën tuaj që të bëhet kjo njohje reciproke? Se kam përshtypjen që ju e njohët, po arritën ata t'ju njohin ju dhe bagazhet me të cilën vini? Natyrisht. Bagazhin historik me të cilën vini? Njërisha te segmenti i atyre ditëve të para. Natyrisht, ne ishim frekuentues jo vetëm unë, po gjithë shokët shqiptarët nga Maqedonia e Kosovës që erdhën atje për studiuar. Ndryshe që në fillimet e veta e thash duket pak më herët që sistemi kishte pas kujdes slavët që t'i filtrojnë njerëz të cilët kishin lënë shije jo të mirë tek shqiptarët në Shqipëri. Në rrugeçër të paguar nga shërbimet, të cilët kishin hyrë familje shqiptare dhe kishte krijuar një opinion shumë i keq për shqiptarët jashtë Shqipërisë. Që atëherë të gjithë pa dallim quheshin kosovar. Po. Besoj ju kujtohet. Unë ndjej kënaqësinë në mesin e qindra dhe mijëra të tjerëve që kemi qenë gjenerata e parë. Kur kemi shkuar në Tiranë, ne kemi qenë detyruar të hyjmë në përshpikje njerëzve, të marrim dhoma me qira. Apo. Dhe a dini se sa shpejt ky percepcion i gabuar që u munduan shërbimet slave ta imponojnë tek shqiptarët në Shqipëri, në mënyrë që tani më që ran kufit të pamundsohet bashkimi, po përkundrazi të shndrohet në armiqësi, shumë shpejt të gjithë të paragjykime të cilët ka dashur një shërbim i tërë që t'i ngulit në mendjen e shqiptarëve, ranë poshtë. Sepse ne ishim studentë, ne ishim fëmijët e ca prindërve që kishim gjetë shtëpi tjera dhe prindër tjerë. Ne jo vetëm që ishim qiraxhi, po bëm pjesëtar të familjeve atje ku shkuam. Apo. Dhe këto pan realitetin që ne në fundit jemi shumë ngjajshëm. Kemi pak a shumë të njëjta tradita dhe edhe pse kish kaluar periudhë e gjatë kohore, ne kishim ditur që të ruajm atë të njëjtën, të përbashkët. Dhe prandaj them që dhe atë që nuk zbahet për hir të vërtetës. Kjo gjeneratë e parë e studentëve kanë qenë misionarët me pavetdije që bën afrimin dhe bën njohjen reciproke të shqiptarëve me njëri tjetrin. Ju të ndoi të rinit atje mbas përfundimit të studimeve? Po. Dhe? Idealizmi ju ktheu apo pragmatizmi? Unë kur s'kam dashur që ta lëshoj vendin që ka të bëjë me idealizmin.
vendi nga ku u largova për të bërë studimet kishte nevojë për kuadra. E gjithë. Ne kemi qenë gjenerat që kemi studiuar, jemi formuar profesionalisht, të vetëdijshëm që atje ku do kthehemi nuk do të na pranohet diploma. Tani e imagjinoni dot se të studiosh me vetdijen që diploma nuk do të pranohet. Po. Dhe kur e mendoj nga kjo perspektivë, neve kemi pas goxha energji dhe një ideal, vetëm një njeri që ka ideal të shtynë që studiosh për diçka që nesër nuk do punosh ose nuk do e zesh aty në punë. Ne ishim në ditën ko presioni që i bëhesh të shtetit të Maqedonisë, në mënyrë që edhe këtë çështje të zgjidhet më pas. Dhe siç u zgjon. Ne kemi qenë kuadrët e parë që furnizuan institucionet e zbrasta nga kuadrët të mirëfillt. Mjek, jurist, ekonomist, që deri atëherë, duke pas parasysh që edhe Universiteti Tetov dhe Zvon u hap dhe po njësoj trajtohej ilegal, ne kemi qenë kuadrët e para që kemi nisë që t'i mbushim institucionet që ishte e vështirë, sidomos që theshit nga Shqipëria. Natyrisht që ishte e vështirë. Cili është momenti që ju ka shënjuar më së shumti në këtë kthim? Ndoshta një ngjarje apo histori që keni thënë, për këtë dhe shumë gjëra të tjera unë duhet jem këtu. Dhe jo në Tiranën e tundimit. Këtë e nisa për treguar momentin kur kam thënë okay, do hyj në politikë. Pas një periudhe kur kisha të veshur mantelin e bardhë, u bëra dhe prind. Dhe ndjeshmëria fillon të jetë ndryshe. Në momentin kur bëhesh prind, atëherë nis gjërat i sheh më ndryshe. Dhe nis mendon, unë po u bëra baba, dhe ky fëmija do të përballet me të njëjtat sfida që janë përballur edhe unë. Dhe në këtë moment s'kam pas asnjë dilemë që duhet më angazhu në mënyrë më aktive në politikë, në mënyrë që një ditë t'i kesh përgjigjet. Ne jetojmë për të pasur përgjigje. Lindim, rritemi, bëhemi fëmijë, adoleshent, piqemi, plakemi dhe vdesim. Dhe vjen një ditë, një mosh kur plakësh, dhe fëmijët janë pa mëshirshëm, pyesin, sepse edhe ne kemi pyet. Dhe duke dashur që të kërkojnë fajin të dikush më herët, i pyesin gjeneratët me më hershme, do të them ç'bët ju, që ne të kemi jetën më të mirë se sa kishit ju. Nuk kam dashur që të kem përgjigje, dhe të them që po, unë kam bërë këtë dhe këtë, po aq kam pas mundësi. Kështu që me këtë ide kam hyrë në politikë, i vetëdijshëm se gjërat do të jenë të vështira, por duke mos u dorëzuar kurrë, arrin që sadopak proceset të shtysh përpara. Dhe ky jam unë sot. Në këtë që kam provokuar procese politike, të cilet mendoj që na ka bërë më vetvete, më të barabartë këtu në drejtën tonë dhe në tokën tonë. Në këtë që jeni ju sot, në këtë rrugtim, me këtë start, që sa pragmatista që dhe emocional, cila do të veçoni 3 sfidat që e kanë shënjuar karakterin tuaj politik? 3 ngjarjet më të rëndësishme që e kanë shënjuar karakterin tuaj politik. 3 momentet veçanta. Sepse, zotë Sela, njeriu ka frikë nga pyetjet e fëmijëve, po kam përshtypjen që diku ka frikë dhe nga pyetjet që mund t'ja bëj vetes në një moment. Tani, një ndër sfidat dhe momente që e kanë krijuar personalitetin tim, unë një segment e thash, dhe jo vetëm të unë, nuk bëm përjashtim, personalitetet tona krijohen prej kur jemi të vegjël, rrethi me cilin jetojmë. Unë jam rritur në një rreth të tillë, kam pas fatin që të rritem me gjyshe, dhe kam kaluar goxha kohë me gjyshe. E cila ishte një nën që kishte ideal dëshmor, xhaxhaj me fjalë,
e cila ishte një grua që kishte burrin e saj të ndjerma të burgosur disa herë nga sistemi komunist, bashkë me djalin, apo? E cila shpesh më tregonte për momentet ku ka shkuar të vizitoj djalin dhe s'ka mundur ta njohë djalin e saj nga torturat që janë bërë, edhe pse e ka pas parasysh, apo jo. Pastaj momenti tjetër i familjes nga Daja, që fola pak më herë, njësoj njëri nga dajallarët i dënuar në 67-ën, do të thënë kjo, insistoj. Nuk është e vërtet që në 68-ën janë bërë protestat e para për flamurin tonë kombëtar. Është në 67-ën në Strug, është bërë dhe për këtë Daja tjetër i madhi, ka qenë i burgosur bashkë me disa veprimtarë tjerë nga Struga, se kanë ngritë flamurin kombëtar në Strug. Do thënë dhe ky ka qenë një element, fëmiria, dhe plus këto momentet tjera të shkollimi, në Prishtinë, zhvillimet atje, periudha e zhvillimeve në Shqipëri, tranzicioni politik e gjithë. Kjo është një moment. Një moment tjetër është përgjegjësia për të ardhmen, që përshkruar në momentin kur bëhesh prind. Apo. Dhe momenti tjetër kur A mund të jetë ndonjë zhgënjim pjesë e kësaj treshje që mund t'ju ketë shënjuar? Ndonjë zhgënjim që mund të keni marrë në këtë rrugtim? Zhgënjimet janë pjesë e përditshmërisë tonë. Apo. Por zhgënjim në ç'kuptim me këtë fjalë? Në vendimmarrje politike. Nga zhgënjimi të marrë një vendim politik? Jo. Këtë as se kam bërë, as nuk do ta bëja kurrë. Sepse nuk duhet të jetë kjo politika. Politika nuk bëhet si rezultat i zhgënjimeve që ti krijon jeta. Por politika bëhet dhe duhet bëhet si rezultat i dashurisë që ke për atë që je dhe për të ardhmen. Për mënyrën se si keni bërë politikë deri sot, mendoni që idealizmi për ta sjellë elementin shqiptar në një X status, mendoni që keni arritur pritshmëritë që keni pas ndaj vetes dhe angazhimit tuaj? Apo elementin shqiptar në politikë bërje sot nuk e shikoni aty ku ndoshta dhe i keni harxuar goxha energji viteve dhe jetës tuaj për ta parë? Unë nuk ka se si mos krenohem me disa suksesi që janë arritur. Sepse ku diun, të jesh ti ai që me vendosmërinë tënde ke bërë që sot ketë një ligj për përdorimin e gjuhëve dhe për cilën me muaj të tërë mundohet gjykata kushtetuese që ta rrëzojë, është një farë lloj kënaqësie personale që e ke arritë. Sepse ndryshe do ish bë më herët. Apo unë dhe Alianca jemi këto që kemi bërë. Të jesh ti ai që me insistimin tënd ke bërë që një ligj që 30 vite nuk është votuar në parlament dhe ke insistuar që të bëhet, që tu gjendesh njerëzve që ju i njeh, siç është ligji për mbështetësi, ku ke dhënë mundësinë, ku diun, fëmijëve të hynë në kalendarin e vaksinimeve që t'jenë më të shëndetshëm, ku ju ke dhënë mundësi të rinjve që t'jenë konkurrentët kanë drejtën të konkurrojnë në tregun e punës dhe të jo të punojnë në mënyrë ilegale dhe pa sigurim shëndetësor, që t'ju ke dhënë mundësi po të njëjtëve që të paraqiten dhe të kenë një sigurim shëndetësor dhe shërbimet i marrin falas dhe pa para, dhe t'i kesh dhënë mundësi plakut që të ketë një pension me cilën do i blej barnët, dhe t'i kesh dhënë mundësi fëmis që kur t'i ndroj jetë prindi, mos endët morgeve të spitaleve, sepse se merr dot babain ose nanën për shkak se duhet t'i pagoj privat të gjitha shërbimet që janë bërë dhe nuk i ka parat, por të merret që ta varros në mënyrë të dinjitetshme prindin. Unë mendoj që këto janë gjërat mjaftueshme për t'i thënë që po ja ka vlerë. Apo. Por, a jemi aty ku duhet? Natyrisht që jo. Pa marrë parasysh unë i përmenda vetëm disa segmente, ka dhe plot segmente të tjera. Këtë unë njerëzit kanë qejf të marrin merita, por
të vërtetat pra që janë, apo dhe janë të dëshmuara. Ne kemi arritur të rrëzojmë një regjim para disa vitesh. Kemi qenë vendimtar të ideja që një nga pozicionet kryesore të shtetit jetë shqiptar dhe sot është bërë normale, nuk problematizohet, apo jo, i vetmi kryetar partije në atë rezistencë që u bërë një 27 prillit, kam qenë unë, pas një tjetër nga kryetarët e partive shqiptare. Dhe prandaj them që gjërat janë të matshme. Por kuptohet që a jemi aty ku duhet? Jo. Në qoftë se marrim shembuj të vendeve rreth rrotullt, por edhe më lart, atje ku synojmë, apo. E para punës vetëm si përbërje demografike, jemi në numër të mjaftueshëm të mos u trajtuar si pakicë. Ne këtë elementin e shtetëformësisë e kemi qejf që ta përdorim në bazë të nevojave se ku jemi në opozitë apo jemi në qeveri. Ne mundohemi, unë dhe bashkë me bashkëdimtarët që kemi në Aleancë për Shqiptarët, që të jemi konzistent, gjërat me i thënë të vërteta, ashtu siç janë. Kur nga eksponentët e Aleancës për Shqiptarët nuk keni dëgjuar deklarata të tipit që çështje teknike janë mbyllur, sepse se kemi të drejtë. Ne kemi obligim që të krijojmë kushte më të mira gjeneratave të ardhshme. Por asesi nuk kemi të drejtën që t'ju kufizojmë veprimin gjeneratave që do vinë. Apo, ne duhet vetëm t'ju lehtësojmë atyre dhe nuk guxojmë që të mbyllin temat, të cilët për hir të së vërtetës nuk janë të mbyllura. Kështu që në drejtim kësaj vlerësojmë që ka goxha punë për të bërë dhe këto punë arrihen vetëm duke futur në politikë njerëz të cilët kanë ideale. Fenomenet të cilët na janë imponuar në këtë periudhë e fundit, disa vjeçare, 2-3 vjeçare, janë tepër të dëmshme. Ne gabimisht gënjeshtarit i themi i Zoti. Ne gënjeshtarit do t'i themi i gënjeshtar. Sepse për rezultat, duke i thënë të Zot gënjeshtarit, kemi përfunduar në një grumbull gënjeshtarësh që na përfaqësojnë sot edhe në qeveri, por edhe në institucione tjera. Unë mendoj që politika pa ideal, dhe nuk është që unë kam shpik një gjë tillë, po e tillë është, ke shprehje që Kennedy thotë që një shoqëri pa ideal është e destinuar që të shkatërrohet. Kjo fatkeqësisht po na ndodh ne për ditë si shoqëri. Fatkeqësisht për një periudhë të gjatë kohore, organizimet politike u zhveshën nga platforma, nga ideja. Politika u shndrru në interes. Kjo mu më asocion me primitivizëm. Kjo lloj politike, në të cilën politika bazohet vetëm në interes personal, më jep të t'jap, është primitivizëm, është cilësi e organizimeve parashoqërore ku njerëzit edhe në ato shpellat ku kanë jetuar, kanë zgjedh parin e tyre dhe nuk është respektuar ndonjë ligj, por ka qenë bazuar në privilegjet që i bë të afërmit dhe familjarit dhe atij me cilin kanë pas interes të ndërsjellë. Apo kësaj Aleanca për Shqiptarët është munduar që t'i japë fund, duke ndërtuar gradualisht idealizmin brenda për brenda kësaj shoqërie. Vlerësoj që gabimisht kemi menduar që fjala ideal, fjala shok, janë të imponuara nga komunizmi. Shoku e shoqja kanë ekzistuar shumë përpara se ideologjia komuniste. Është përvetësuar nga ideologjia komuniste si një fenomen shumë i mirë që krijon afërsi mes njerëzish. Dhe një lloj barazie. Po, pra. E tani, pse duhet ne ta flakim këtë terminologji? Nëse më pyet, edhe unë jam më tepër për zonjë, zonjushë, zotëri, por edhe kjo nuk duhet parë huaj. Po si do që t'jetë më e dëmshme se ta shohësh si diçka të huaj si një mbetje komuniste është fjala ideal. Propaganda komuniste e vërtet është që ka bërë shumë që të përdoret ideal. Por edhe kjo nuk është shpikje e komunizmit. Është shpikje
e civilizimeve, që në fundit gjërat ndërtohen duke pas një ideal, duke pas një imagjinat, duke u duk sado utopike, por që në një plan më afatgjat bëhet realitet. Këto janë vlerat të cilët unë jam munduar që t'i fus në politikë, ja kemi arritur dhe realisht dhe jam përballë me krijesën që kam krijuar vetë. Si që jam munduar që ta kalisë. Një ndër elementet kryesore që jam munduar që t'i imponoj në politikë është storia për politikë. Se politika në shndrohet në atë që ne e themi dhe e etiketojmë në ndejet e përditshme dhe zhargonin e përditshëm që e përdorim. Në qoftë se për politikën ne do të vlerësojmë që është gënjeshtër, e tillë do të jetë dhe do hapën vende për gënjeshtarët që të merren me politikë. Në qoftë se themi që politika është për kriminal, veçse kemi krijuar hapësirë që kriminalët të zgjidhen në politikë. Në qoftë se ndryshojmë fjalorin dhe themi që politika është për të ndershëm, të ndershmi do merren me politikë dhe e ndershme do jetë politika dhe jo e gënjeshtër. Në qoftë se themi që politika është për vizionare do jetë politika dhe do ndërtojë ardhmëri. Në qoftë se themi që politika është për njerëz fisnik që marrin vendime sot për gjeneratat që vijnë nesër, e fisnikruar do jetë politika. Tani fatkeqësisht në hapësirën shqiptare ne s'kemi këtë realitet. Tani të bindemi këtij realitetit keq që po e shohim për ditë, apo të ndryshojmë storien në mënyrë që njerëzit të cilët nuk i kanë këto tipare të ndihen të huaj për politikën. Prej këtu nis betejë për ta bërë politikën të shëndosh. Për hir të vërtetës nuk po e ndërprisja në këtë përgjigje të gjatë dhe të elaboruar. Personalisht gëzoj një vlerësim shumë të madh për mënyrën se si ju e artikuloni të gjithë mendimin tuaj. Po unë kam një pyetje, ndoshta ju diku tërthora, diku drejt për drejt i përmendët disa elemente. Pyetja ime është më e vështirë t'i ndash rrugët me kë ke vlerësuar apo të bashkosh rrugët me kë ke kritikuar? E para. Sa? Ka të bëjë me investimin, me besimin? Me besimin më tepër, sepse zakonisht disi, nuk pretendoj që nuk jam nga natyra megaloman dhe luftoj idenë që ne bëjmë njerëz. Ne nuk bëjmë njerëz. Ne u krijojmë mundësi njerëzve, po, kjo është e vërtetë. Po njerëzit bëjnë veten e tyre. Kjo është edhe një ndër segmentet të cilët nuk ka penguar, jo vetëm kur kam hyrë në politikë, por edhe përpara se të hyj në politikë. Secili e merr të drejtën një militant partijak që t'i thot dikujt që ka harxuar gjithë atë periudhë dhe është formuar profesionalisht, dhe vetëm se i ka dhënë një vot partisë që është pushtet, t'i thot atij tjetrit unë kam bë mjek. Imagjinoni. Dhe një çfarë absurdi, domethënë hiçi ka krijuar dhe të ka bë mjek. Prandaj them, nuk është që ne krijojmë mundësi. Kam qenë në pozicionin për të krijuar mundësi dhe për t'i besuar dikujt. Edhe fatin e asaj që ke ndërtuar. Në momentin që përballesh me humbje të besimit dhe me goditje prapa shpinës, është goxha e rëndë dhe nuk do të kisha dëshiruar kërkujt që ta provoj. Po për ironi të fatit, karma bën vetën, dhe unë e di ku a ludoje me pyetjen që bëre, sepse kishe parasysh dy aktorë politikë. Dhe unë fola për këtë parin që mu trajtua besimi. Dhe po dëgjoj dhe po shoh që pas një viti, jo më gjatë, është në të njëjtën gjendje emocionale që kam qenë unë para një viti. Gjërat kthehen. Jo se unë i kam nxit gjërat që të kthehen, por në një farforme kur diçka e nis me qëllim jo të pastër, përfundon keq.
Dërsa, kjo pjesa tjetër, segmenti tjetër, kur bëhesh bashk me një që e ke pas, kështu më duket e formuluar. Oponent, po. Oponent. Të bashkosh rrugët me dikë që ke kritikuar në shumë çka dhe në shumë kohë. Kjo ka elemente edhe pozitiv. Për shkak se në fund të ditës, nga momentumi politik në të cilin ndodhesh, si ne edhe mësojmë. Ne jemi, çdo ditë mësojmë nga përvoja, nga jeta, pa marrë parasysh se sa diploma do i kemi, sa libra kemi lexuar, ne çdo ditë mësojmë nga eksperjenca. Është një shprehje famshme latine, discimus discipuli non scholassit vitae discimus, mësoni nxënës jo nga shkolla, por nga jeta mësoni. I duhen politikës shqiptare dhe këto momentet e zgjatjes dorën me oponentën politike. Unë njoh që këtë nuk e kam pas këmbështrim politik. Një ndër kauzat e aleancës për shqiptarët është tryeza e përbashkët e partive politike parlamentare shqiptare, që me siguri ju kujtohet, ajo iniciativa e një platforme politike që e bëmë si aktor politik në vitin 2017, ishte po kjo ide, që unë e kam folë, stërfolë, ne kemi të shkruar në platformë politike në zgjedhjet e para kur kemi garuar si subjekt politik me Aleancën për Shqiptarët në vitin 2016. Kupton që në fundit gabim është që të ndërtohen karrierat politike duke anatemuar tjetrin. Sepse pastaj kur të kap me fotografi para opinionit hik si prej dreqit, sepse dreq ti vete ke kriju këtë situatë, apo jo. Politika ndërtuar mbi vizionin që ke dhe ofertën që ke, dhe jo vetëm mbi kritikën që ke ndaj tjetrit. Natyrisht është detyra e opozitës që edhe të kritikoj aktor politik, pushtetin, e tjerë e tjerë. Prandaj them që, por përsëri ky segment dhe i pari është në goxha më i rëndë, sepse është shkaku që të detyron që të bësh veprime tjera ose koalicione dhe me oponent, dhe që realisht je din që humb diçka nga vete. Apo? Tani, kur je ndërtuar me ideale, kjo diçka është tepër e madhe që i ke humb. Dhe unë e jetoj për ditë. Me 27 prill të 2017-ës, unë mbaj mend që isha në transmetim në televizion. Ishin disa pamje që në një logjik shumë të thjeshtë, çdo njeriu do t'i shkaktoni një ndjesi shumë të keqe, aq më tepër kur në ato pamje ke një bashkombas. Sigurisht që në ato kohë ndoshta nuk kisha vetdijen që mund të kem sot për t'i kuptuar shumë gjëra, dhe unë nuk do doja të ndalesha tek ato imazhe si individ, sepse padyshim që nuk janë të mira, nuk janë të këndshme për t'i kujtuar, por si një njeri që jeni kontribues i kësaj demokracie që është krijuar në Maqedoninë e Veriut me të gjithë problematikat e vet apo dhe me përparësitë që ka. Kur i shihni ato imazhe, kur e shihni edhe veten tuaj, po i dal nga vetja juaj, kur vjeni përballë, çfarë i flet demokracisë së një shteti gjendja e një deputeti në ambientet e parlamentit në atë gjendje? Ajo pamje çfarë i flet një demokracie? Këtu mund të më përgjigjeni si zjadin, këtu mund të më përgjigjeni si kryetar, këtu mund të më përgjigjeni si politikan apo si deputet, si të doni. Doja të përgjigjem si shqiptar, sepse unë në gjendjen në të cilën përfundova për faktin që jam një deputet shqiptar. I përzgjedhur mes gjithë atyre deputetëve që kishte parlamenti deputet shqiptar, sepse kishte edhe deputet tjerë që përqafoheshin me turmën. Dhe munduar që të kërkoj përgjigje çfarë demokracie, para punës është demokracie. E dyta punës
ajo tregon më së miri ka dilema që e hapa parë, që jemi shtet formues apo nuk jemi shtet formues. Apo unë asnjë problem personal me ato nuk kisha. Unë isha viktim e bindjeve të mia. E ides për nevojën e një ndryshimi, e ides për të vërtetën e shqiptarëve në Maqedoni dhe e ides për unifikimin e faktorit politik shqiptar pa marrë parasysh ndasive në një tryezë të përbashkët që e përmenda pak më herët, që quhet tryezë e përbashkët e partive politike parlamentare shqiptare. Situatë të cilën mendoj që në momentin që flasim është më aktuale dhe po aq aktuale sa ka qenë atëherë. Apo fatkeqësisht ky mekanizëm shumë i rëndësishëm funksionoi një periudhë dhe pastaj u degradua. Ndoshta e kemi biseduar, e kam thënë edhe në për studio të tjera. Në Maqedoni pambarimisht, sa herë që do ke zgjedhje do prodhohen dy situata. Bloku politik maqedonës, dy partitë kryesore të tyre, LSDM-ja dhe VMRO-ja do të jenë në numra të parafort deputetësh. Dhe kjo situatë lejon që zhvillohet një demokraci dhe koalicionime ndërmjet këtij ose atij subjekti politik, dhe në këtë situatë shqiptarët janë ato që do të diktonin dhe do të kurzonin kushtimisht politikat që do i bëjë qeveria. Dhe momenti tjetër që do prodhojnë zgjedhjet është një diferencë e madhe ndërmjet dy opsioneve politike maqedonëse. Siç jemi tani, ku VMRO-ja është goxha më tepër numra se sa LSDM-ja. Në këto situata, shqiptarët janë të kurzuarit ka ky subjekt që ka fituar në mënyrë absolute. Dhe përgjigja ndaj këtyre situatave duhet të jetë unifikimi i gjithë faktorit politik shqiptar. Apo në mënyrë që të ndihet i mbrojtur qytetari shqiptar. A e kemi këtë unifikim ne sot? Jo, nuk e kemi. Biles përkundrazi, edhe kur na shkilen të drejtat kolektive dhe individuale, edhe kur nxirren nga vendi i punës shqiptarët, edhe kur na hiqet e drejta e përfaqësimit të drejtë adekuate, edhe kur ka paralajmërime për të uhequr një drejtë, siç është e drejta e përdorimit e gjuhës, etj. Ne vazhdojmë betejën politike pa kuptim se kush çka ka bërë para 2 vitesh, para 20 vitesh, para 10 vitesh, para 15 vitesh. Shohim retrovizore dhe nuk shohim mbrapa dhe nuk shohim përpara dhe përballemi pastaj me probleme. Prandaj them që një ndër shkaqet ka qenë edhe kjo. Goditja e ides, platformës dhe idealit që ne përfaqësojmë si Aleancë për Shqiptarët. Dhe nuk ka përfunduar vetëm me ndodhitë e 27 prillit. Ka vazhduar edhe tutje, edhe me atë që i ndodhi Aleancës për Shqiptarët. Vazhdon sot e kësaj dite, me një epilog gjyqësor që unë e pres që t'i ndodhe Aleancës dhe të kthehet në vetvete, në rrënjët e saj Aleancës për Shqiptarët dhe vazhdon sistemi që të ma bëj këtë luftë dhe po pres me vite për t'u vendosur një çështje që në nivel shteti nuk ka kontest tjetër gjyqësor në lidhje me atë se kujt i takon partia, përveç se ajo që është në Aleancës për Shqiptarët, që duhesh ka pritur radhë. Po janë taktizime për luftuar opsionin politik shqiptar që në bazën e veprimit vete ka idealin, që në bazën e veprimit vete ka seriozitetin dhe politikën do ta shndrojnë të vërtetë. Unë shpeshherë kam thënë edhe brenda Aleancës që edhe në tubime, demokracia për mua është edhe përgjegjësi përpara premtimit që e jep qytetarit. Në këtë formë bëhet e vërtetë. Dhe prandaj ne kemi realizuar si Aleancë për Shqiptarët, për aq kohë sa kemi qenë faktor dhe kemi mundur që të bëjmë edhe në qeveri, por edhe nga opozita kemi realizuar. Kështu që, po, ajo s'është demokraci që ndodhi në vitin 27 prillit, është barbarizëm. Ajo nuk është civilizim, por është bandë kriminelesh të cilët qëllimin e vetëm të cilët nuk kanë mundësi që të përballen me argumente
dhe zgjedhin rrugën e eliminimit fizik. Ndërsa, fatkeqësisht reagimi, paçka se momente që ju i përshkruar nuk kam qenë i pavetdije. Fatkeqësisht reagimi nga faktori politik shqiptar, jo vetëm Maqedoni, por edhe rreth rrotull nuk ka qenë i mjaftueshëm në nivelin e duhur. Imagjinoni dot në qoftë se do të kishte ndodhur një skenar i tillë në Kosovë, tek deputetët serb. Çdo kishte ndodhur. Se kemi këtë lloj reagimi? Sepse ne si shqiptar nuk e kemi për herë të parë ta shikojmë një deputet në parlament, sepse ne atentat ka pas Ahmet Zogu në parlament, atentat ka pas ish deputeti i Partisë Demokratike në Shqipëri, po prap që është plagosur në ambientin e parlamentit, madje në foltore. Domethënë, si shqiptar, politik bërës shqiptar, nuk është se e kemi fenomen të panjohur këtë, aq më tepër që po flasim për një deputet shqiptar në parlamentin e Maqedonisë së Veriut. Pse mendon që ka qenë ky reagim jo i mjaftueshëm në gjykimin tuaj? Ka një ndryshim nga ato që përmendë. Vërtet është që ne kemi pas në parlamentarizmin ton atentate. Pikërisht e bën diferencën rasti juaj. Diferencën e bën sepse plagosja Ahmet Zogut ishte nga një dorë shqiptare. Pa hyrë në detajet tjera. Po edhe zotit Hajdari. Edhe zotit Hajdari. Këtu ishte sulm i një komuniteti tjetër, i një populli tjetër, ndaj një deputeti që është i një populli tjetër. Pikërisht për këtë them pse paka shumë ishte sulm. Ishte unë deputeti këtu është në përfaqësues i shqiptarëve. Kushdo qoftë, Zjadin Sela në rastin ishte përfaqësues i shqiptarëve. Shqiptarët ishin ato që u sulmuan dhe u dhunuan me ndodhjet e 27 prillit. Për të mos dalë pastaj tek momentet që po i kalojmë, që shumë nga këto, të cilët u dënuan asë kohë për terrorizëm e tjerë, se më bët një pyetje pak më herët, nga kur zhgënjehesh më shumë, se cilat duket më janë rregull. I sheh tek fotograforët, me këto bandit, të cilët kanë qenë pjesëmarrës direkt në ndodhjet e 27 prillit, ati i ke rrit. Po e ke dhënë gati partinë dhe i ke bërë edhe kryetar partish. E imagjinoni deri ku shkon likësia e këtyre njerëzve dhe nuk ka se si të mos do të krijojë zhgënjim. Apo se nisish pyetish veten, por me çfarë ka merituar unë një gjë tillë. Nuk është gjë e lehtë të vendohesh në situata të këtilla. Apo prandaj them që po, ka pas raste në parlamentarizëm, por kjo është e veçantë. Dhe reagimi nuk ishte ai që duhet. Pse? Tani, pse? Po nuk e kam përgjigjen, sepse mendja im kur s'do të kishte bërë një gest të tillë. Të këtij veprimi të fundit që thash, që ku diun edhe fotografoheshin me këto njerëz të cilët ishin shkaktarët e asaj që ndodhi. Sepse ku diun duhet të kem po të njëjtën mendje të ligë, që nuk e kam. Që unë t'i gjej pse. Sepse duheshin bërë të veprime. Duke harruar që po këto njerëz që ti pas ke rrit të dalin dhe të bëjnë oponencën dhe harrojnë se po hirë të vërtetës një ndër edhe shkaqet e rritjes atë shpejt të aleancës për shqiptarën nga 3 deputet në 12 në zgjedhjet e 2020 ishte pikërisht edhe ndodhjet e 27 prillit dhe shqiptarët ditën ta gjykojnë dhe ta vlerësojnë sakrificën, apo. Tani këto eksponentë që në farë forme janë dhe kanë krijuar një imazh politik dhe kanë marrë vota për shkak të gjakut tënd, del dhe i shef tek të kritikojnë. Po ty, për nevojat politikës detore, unë mendoj që këtu nuk kemi të bëjmë me fenomen, po mungesë të edukatës elementare familjare. Në këtë çështjet e pseve të shumta që na shoqërojnë në vendimet e rëndësishme që kemi marrë në jetë, në investimet e rëndësishme që kemi bërë në jetë, tek njerëz që na kanë rrethuar, tek mundësitë që kemi dhënë, tek mundësitë që kemi fituar. Nëse mes politikanit dhe mjekut, do t'ju kërkoja një skanim
të përgjithshëm për të më nxjerrë 2-3 problematikat kryesore që sot ka elementi politik shqiptar me të cilat përshkon drejt zgjedhjeve lokale. Cilat do të ishin 2-3 gjërat më të forta që çedojnë, që nuk na lën të shkojmë aq shëndetshëm në këtë zgjedhje lokale. Këto që i kemi sigurta, pastaj nëse i bashkangjiten dhe zgjedhjet e përgjithshme është mohabet tjetër. 2-3 gjëra. Ne nuk kemi element që na pengojnë që të shkojmë zgjedhjet lokale. Jo që do shkojmë, po me çfarë problematikash po shkojmë? Me çfarë problematikash është çështje tjetër. Një diagnostifikim të vogël. Jo, kështu diplomatik. Jo, diplomatik, do jem edhe direkt, sepse unë përshtroni pyetjen viktimës të asaj që ja kemi frikën sot. Në 2017, unë i kam fituar zgjedhjet në Strugë, si kandidat i Strugës. E kujtohet. Kam qenë i pari, në raund parë, me 2500 vota diferencë. Në çdo vendbanim shqiptar kam fituar edhe në raund dytë me rezultat 3-1 dhe 4-1. Dhe unë kam qenë nga 2017 humbësi i Strugës. Kështu ka qenë propaganda e subjekteve politike edhe partnerëve koalicionit që i kam sot. Apo? Me kohë fiton, me Maqedon. Jemi një propagandë të paparë ku shqiptarët shpërndanin afishe në shtëpitë e Maqedonit që dilni të dënoni këtë monstrum se s'na përkrah identitet. Shqiptarët e kanë bërë. Dhe tani, po kthehemi në këto zgjedhje. Në këto zgjedhje lokale hyhet me frikën që në komunat urbane do të vendosin Maqedonët sikur do të jetë kryetar komunë. Kjo është gabim, s'duhet të vendosen, pa çka se unë jam viktima e një fenomeni të tillë. Edhe politike. Po kjo është e vërtetë, se ikim dot. Duhet përballemi me të në mënyrë që pastaj të nisim dhe mos i përsërisim gabimet. Një dëm i madh është që në këtë betejën që kemi brenda për brenda nesh, ne lejojmë që në një farforme për zgjedhjen ta bëjmë ato të cilët na pamundsojnë që ne të realizojmë barabartësinë tonë në shtet. Në një farforme na joshin me pushtetin që të heqim dorë nga shumë vlera tjera dhe ideale tjera. Ky është mallkimi që ne na ndjek edhe në zgjedhje parlamentare, edhe kur krijohen qeverit, por që do na ndjek akoma më tepër në qoftë se e vazhdojmë këtë precedentin ku nuk vendos populli se kush do t'i përfaqësojë në qeveri, po vendos mandatari nga pala maqedone që ka marrë mandatin për të bërë qeveri. Dhe tani, shihni se si ta dikton lojën dhe tempon e lojës edhe për zgjedhje lokale. Unë kam një shqetësim tjetër të madh për zgjedhjet lokale që janë në horizont, që realisht janë teknike, administrative, por shumë të rëndësishme. Shumë të rëndësishme. Për shkak se në këto zgjedhje lokale, s'flas vetëm si politikan, flas si shqiptar. Mesin e atyre minimumi 30% shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni. Një nga ato. Ne nuk duhet humbim kërço. Ka plot aktor politik, të cilët janë në gjendje të humbin territore të tëra, ka pas edhe në kaluarën për një kohë. Ne duhet dim t'i shohim kush janë dhe të bëhemi popull. Si jemi akoma. Ne kemi qenë vetëm njërë popull. Në vitet 90-a, atë 10 vjeçarë, kur Kosova ishte në thetrat e Slobodan Miloševićit. Kur shqiptarit ndershur, edhe vllai, kur i thonte mirëmëngjes vlla dhe ishte shqiptar që donte të mbaj privilegjet e sistemit, vllau i thote vllaut, faleminderit, po unë nuk du përshëndetjen tënde se ti je i ndershëm. Dhe ja kthente shpinën. Në fjalë duhet bëhemi popull dhe në mënyrë kolektive të dënojmë ose të shpërblejmë. Prandaj, Kërçova nuk duhet humbur, Çashkën duhet ta fitojmë. Shqiptarët janë shumicë në Çashkë. Dhe ne kemi humbur
2021 ishën komunën e Qashkës, sepse 300 shqiptarë zgjodhen që të votojnë kandidatin Maqedoni. Po njësoj, komuna e Butelit është aty, dhe ne duhet të arrijmë që ta fitojmë edhe komunën e Butelit dhe shumë komuna tjera të cilët janë problematike. Prandaj, këto zgjedhje, sado që janë lokale, zgjedhjet lokale janë të rëndësishme sepse janë territori ku ne jetojmë. Dhe në fund të kësaj interviste, drejt këtyre zgjedhjeve të reja, aleanca juaj ka rrugë të përbashkëta apo do të shtrojë rrugën e vet? Mendoj që duhet vazhdojmë rrugtimin e përbashkët, por ne nuk e flakim tutje edhe idenë edhe rrugtimin tonë të vetë, si aleancë për shqiptarët. Jemi në këtë, si ta definoj, një këtë mjegullnaj politike të krijuar gjatë kësaj periudhe. Dhe unë nuk e shoh këtë si problem që kjo mjegullnaj është sepse është ndarë ky me këtë ose bashkuar ky me atë tjetrin. Problemi është ke dilemat që krijohen te qytetarët poshtë, kur nuk i bëjnë dot linjat ndarëse që e ndajnë një opcion politik nga një opcion tjetër politik. Dhe unë i kam lëndu detyrë dhe obligim vetës që sa më shpejt këto linja ndarëse duhet të krijohen. Për shkak se vetëm atëherë mund të themi që jemi në rrugë të drejtë, në binar të duhur, për ndërtuar një politikë çdosh, korrekte edhe me oponentin, por mbi të gjitha produktive për ardhmërinë e qytetarëve shqiptarë dhe shqiptarëve këtu në Maqedoninë e Veriut. Dhe në drejtim të kësaj mendoj që edhe zgjedhjet lokale do të jenë në fokusin e kësaj gjëje. Ka një tendencë që doja ta them, po ma bëre pyetjen tjetër të radhës. U shoh një rrezik. Ideja, bloku politik maqedonas mundohet që të zhbëjë organizimin politik shqiptar. Dhe kjo bëhet me propagandën që i bëhet për ta nxjerrë sa më tepër politikanin shqiptar nga e kaluara dhe të tanishmit, dhe kjo është ajo që ka bërë qeveria arritjen e vetme gjatë kësaj periudhe njëvjeçare, duke nxitur pastaj edhe disa kandidatura gjoja të pavarura, apo që në një farforme njerëzit të nisin të gjykojnë me idenë që ç'na duhen organizimet politike, kur ne mundemi edhe në mënyrë me kandidaturat pavarura që të arrihet një farlloj pushteti etj. Harroni një gjë. Pa organizime politike s'ka platformë politike. Do ketë ministra e drejtor, e kryetar komunësh, po të cilët nuk përfaqësojnë asgjë. Për mua votimi ditën e zgjedhjeve nuk është votimi i emrit dhe mbiemrit dhe pamjes që ka kandidati, por është votimi i fjalëve të shkruara në program, të cilin ti e ke obligim që ta bësh realitet, edhe me çmimin që duhet ta paguash qendrisë së shtetit. Ndryshe, mos merret këtë obligim. Rritesh fije. Kështu që pa organizim politik s'ka program. Dhe kur s'ka program, s'ka gjuhë, s'ka përfaqësim drejt dhe adekuat, ka lëmosh vetëm nga padroni dhe në pritje a do ta jap as do ta jap. Nuk ka investime, nuk ka sistem arsimor dhe shëndetësor ashtu siç duhet, po ka vetëm shfrytëzim dhe eksploatim, siç kemi parë në kaluar, dhe ka kthim mbrapa pa organizim politik shqiptar. E ky kthim mbrapa është në paravitit 91. Unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë. Ju falenderoj shumë për këtë rrëfime personale. Mendoj që politikanët her pas herë është mirë t'i shohim edhe në një prizmë tjetër, sepse fakti që ata vendosen në përgjegjësi për të marrë disa vendime jo gjithmonë kuptohen drejt nga masa, dhe mendoj që i kemi sjellë edhe një version njerëzor, por edhe pikpamjet tuaja politike, edhe ato se ku duhet ta orientoni ju partinë tuaj. Unë ju falenderoj shumë. Dhe duke u kthyer tek filozofia e Platonit sërish, mes asaj që të merren apo të merret politika me disa individ,
Besoj që është mirë që politikat ketë njerëz që idealizmin e kanë filozofi të punës së tyre. Faleminderit që na ndoqët në Alt Story.